Një tjetër sasi rekord prej 1.2 ton kanabis sativa është sekuestruar këtë të enjte nga policia e Vlorës gjatë operacionit Underground. Droga u gjet në tunelet të nëndeshme të hapura për fshehjen e lëndës në banesën e 55 vjeçarit Ilirian Borakaj në fshatin Peshkëpi të Vlorës. Ky i fundit u arrestua nga policia, por kontrolli në banesën e 55 vjeçarit u bë pasi policia kishte informacion të besueshëm se kjo sasi me lëndë narkotike do të trafikohej në ditët në vijim me gomone drejt Italisë. Uniformat blu kanë dyshime të forta se Ilirian Borakaj bashkëpunonte me persona të tjerë, me të cilët ka fshehur edhe sasinë e drogës. Një prej autorëve dyshohet se është vëllai i tij, Jetnor Borakaj, 44 vjeç, i shpallur në kërkim për trafik droge që prej vitit 2012 dhe i dënuar me 2 vite burg. Policia sekuestroi edhe 2 automjete me të cilat dyshohet se do të bëhet transporti, makineri për presimin e lëndës narkotike, fishek, qese vakumi si dhe materiale të tjera.